Tani që mbaroi dhe muaj maj, natyrisht nxënësit më shumë se sa tek shkolla e kanë mendjen tek pushimet e tyre apo tek mbrëmja e tyre e maturës. Por dy nxënëset tona ama, megjithëse e ndjejnë edhe ato këtë gjendje, dy nxënëset tona edhe sot janë të ulura në bankën e tyre dhe mezi presin të fillojë ora e fundit e mësimit për këtë vit shkollor. Ndjekim tani dy nxënëset. Po bollme Selenam, sere që bëjmë ekskursion në ti, shkon buza vesh në vesh. Alla. Si, do pushosh apo jo, ka gjëra tjera më të bukura në jetë, o goce, nuk ke nevoj me këto. Jam shumë e lumtur. E shof që je lumtur me se t'jam bosu si dacet, kështu e ke lumturin me si dacet? Ashtu e kam. Do më pisësh se qa kam, po nuk ta them. E boll, se s'plasa ta t'gjoj, nuk më bëvo, nuk e shef... Qasho. Gjezush. Yes. Si jam. Zushe, të bëj një pyetje unë? Tashi, më thuaj pak, Zushe, të lutem, kush ishte ai mendje ndrituri që ka vendosur të na bëj ekskursion kur mbaron shkolla, mundësisht jashtë shtetit? Po pra në Sarand ishim. Po me Zush, ne nuk merreshim vesh, ngelëm aty, fillum të fol me gishta që na merrnin vesh. Për zotin Zushe, jam kënaqur më shumë kur hoqja apandesitin. Ç'është kjo? Po, këtu kishte shumë të drejtë, se me vërtet që nuk u morën vesh fare. Mirë kjo, po edhe unë. Hiç. Edhe... Po gjithsesi ishte shumë gallat. Autobusi Zysh ishte me 50 vende, ne ishim 120 veta. Edhe ata që ishin ulur mbanin në prerë nga 2 veta. Edhe thot drejtori, e kemi menduar vetë kështu që ju të njiheni me njëri tjetrin më mirë. Ma lëra të autobusin, mos ma kujto se këtu ja kam i natin, nuk më deli nati për 2 vjetë nuk më deli ati autobusin. Po si pse mi Zysh, si pse? Po 20 orë rrugë deri në Sarand? 20 orë? Po, për zotin do kësha shku, do kësha arë 3 herë në Amerikë me 20 orë. O Zyshe, për le që ishte pa kondicioner, dritaret e mbyllura, u asfiksua me na u morë fryma fare. Po, qesh Zyshe, po, mu shkrit e mija e dim qa ka nequr. Qesh mi Zysh kotë të shi. Zysh, se kjo në fakt mërzitet kot. E di pse, se neve ndaluam në Rogozhin edhe blem karota. Zysh, e di si ishin karotat? Portokalli. Ishin edhe me majut, gjatë. E disa kemi ëngër, pa e disa jemi knaqur. Pa ashtë të mira ishin, ashtë të mira. Sa i zuri barku. Po mi Zysh, sa filloj ajo malorja llogara, se ke parasysh? Filluan gjithta. Shofer mbaje. Po që do bënin shkretët se në të ato karota që ëngrën? Po ku ta bënin tash, ndaluam që ishte ajo pisha flamur atje? Aty ndaluam. Ti e në turur me Zysh, në 120 veta, 119 fakt, unë sisha. Atje të gjithë, po! Në 2 orë me zori gjetëm. Skaluan as 10 minuta, pisha shkret, uli flamurin gjusëm shtiz. Qa do bënda? Po mirë kjo, po na humbi drejtori. Po, ishim vedhur gjithë, po vinde drejtori. Kërkoj, thamë shoferit, po shkoj gjithë, ashtë se ngellëm këtu. Vjen ai, pas 5 minuta, shtot, o tuna, keni nëj pantalona tepër, se drejtori... Edhe kjo e bukur është pse, që ka gjërat bukre janë këto, që do majmë mendë. Pa, rriti, se këshu është kushke të dashën, me këto do knaqesh, se më që do knaqesh? Fundja. Ka ndalë notat, Zyshe? Me vërtet? Fillon nga unë e para, Stella, po. 10, po. Matematik 10, kimi 10, letërsi 10, gjeografi 10, 9, fizik 9. Një sekund, në Zysh. Zemrat, mbaruan lekët të? Ma ka vënë 9 e fizikës, mo, që po bën? Jenë bank akoma, s'ke mbaru punë. Po, pra shpejt se më prishe mesataren kjo. Shpejt më... Notat e mija? Jo, nuk i dua. Më lëri fare, nuk i dua. Po që dua? Unë në objektivin tim për këtë vit shkollor e kam përmbushur, Zysh. Më në fund o Zysh edhe unë kam të dashur.
është me? Jurgeni, te 3B. Po ç'ne? Po pse kote mbajta në prerun atë Tiranë, Sarandë, vajtja ardhje.